Të dashur miq, çdo herë në përkrajet e prokurisë dhe mekanizmat të tjerë ligjor të udhëhequr nga ajo, kur kemi të bëjmë me hetimin e veprave penale, kryesve të tyre, sigurimin e provave dëshmuese dhe materiale dhe dërgimin e tyre pranë gjykatës. Mirë. Asnjëherë, për as 20 vjet mas asnjëherës, nuk do të mbështes kur në kuadër të ndjekjes penale përfshihet edhe cenimi apo shkatërrimi i dinjitetit të kujdo qoftë edhe nëse është kryes i 10 apo 100 vepra penale. I referohem rastit të dieshit, arrestimit të gjyqtarit në Lipjan. Kemi vetëm një informim të prokurisë dhe policisë ku thuhet: është arrestu filan gjyqtari në motel, ki me emrin mbi emrin fotografinë e tij, motelin dhe dhomën e motelit. Asgjë më shumë. Shtrohet pyetja, nëse ke përgju, vëzhgu, ke përdor masat e fshehta të vëzhgimit dhe hetimit për disa muaj, ti ki provat. Nëse zotriu pas ka shku në motel dhe të lidh me veprën penale, e ki provën edhe që ka shku, e ki dhe shku është taku me viktimen, e ki edhe hyrje daljen, e ki edhe fotografina, po videoingjizimin duke hyrë dhe duke dal, po eventualisht e ki edhe bisedet që janë zhvilluar mbrana. E ki edhe arsye pse ka shku, eventualisht po tham. Pse duhet më arrestu në motel dhe pse duhet më tregu botës që arrestu në motel? Ke mujt me dërgu një ftesë, ai nuk është që ik dhe më lejmëru në policia apo prokuri, pastaj me ballafaqu me provat, duke respektu standardet maksimale të hetimit. Në rastin konkret, çka kemi të bëjmë? Është arrestu filan gjyqtar në dhomë të motelit, por për shkak të epilogit e rrjedhës së suksesshme të hetimit, nuk dhom informata më shumë. Atëherë mos je pasi arrestuva në motel. Je vetëm që arrestova dhe kur gjë më tepër. Për filan veprën kaq. Pse e quhet deri në motel informimin dhe në motel e ndërprejte? Kjo në kupton që qëllimi, ashtu tingëllon, ashtu kuptohet, është për t'ia shkatruar jetën dhe dinjitetin atij dhe familjes së tij. Llogaritën e çfarë situata dhe pozite është sot bashortja e gjyqtarit, fëmijët e tij që më pas në moshë për martesë, vëllezërit, prindrit, kolegët të afërmit. Edhe përsëris, askush s'e ndal me hetu, me arrestu, me paraburgos, me akuzu, me gjyku, me dënu dhe me çu në bujë të dënimit. Po kjo do të bëhet duke respektuar standardet maksimale të dinjitetit dhe kushtetutës të cilat janë përcaktuar edhe me në 22 të kushtetutës dhe të zbatimi i drejt për drejt i kartave dhe konventave europiane apo ndërkombëtare. Në rastin konkret, kërrejt ka qenë e ligjshme, sikur të ishin siguru provat, nëse gjyqtari, që ishte dje me gjithse dhe sot është gjyqtar, ka abuzu me detyrën e tij. Siguro provën, ka pe urdhëresën, akt vendimin, akt gjykimin, me cilin ka mos e ka zhduk një provë se ka manipulu me ta, se ka rrit dikuj për hatër dikuj dënimin, e ka ull dënimin, e ka liru nga akuza, e ka gjyku pa faj, gjithë shka që ka bon, me qëllim të përfitoj diçka, të krijoj vetës çfarë do favori, atëherë kapi provat, dëshmuese materiale dhe prezantoja përpara, edhe pastaj dërgoj edhe në gjykat, mi pa provat e besueshme, lejueshme, pranueshme, relevante, prova që i shërbejnë të provuarit. Por çka shërben veç fakti pse o kanë motel? Tek e fundit, sa motelin e kemi në Kosovë, sa njëri shkon e hyn e del gjatë 24 orëve. Ata njerëz nuk vijnë prej Kinës për ndije, ata njerëz janë të këtij rrethi. Pastaj dikush nuk shkon në motel fare, po hiç ke selen edhe në zyrën e tij, e as në veturën e tij, e në zyrtar po flas, e as ndoshta edhe në vendet e tjera. Hiç nuk shkon në motel, mirë po selen keq. Prandaj mos bëmë është në tepër të luajmë profetin, kënë sa ti ka ndodhë qysh ndodhë ti. Se numra atyre që mund të ndodhë me për motele është goxha i madh. Prandaj, kur nuk jam për t'ja cenu dikujt nderin dhe autoritetin, integritetin dhe privatësinë dhe për t'ja shkatruar aty, sepse nuk i shkatruat vetëm atij apo atyre, po shkatruat edhe një rreth shumë agjon. Prandaj qëllimi i hetimit nuk është për t'ja shkatruar jetën e njerëzve, por është për të mbledhur prova të cilat provohet vërtetësia, lejueshmëria, relevanca, pranueshmëria, ligjshmëria e tyre dhe pastaj gjykata mund të merr një vendim të drejtë edhe të ligjshëm. Në rastin konkret, shihet që edhe nëse eventualisht gjyqtari shpalli pafajshëm apo lirohet nga akuzë për çfarë do lloj forme, atëherë
i njëjtë e mor djetë gjykimin, e mor djetë dënimin, dënim të përjetshëm mor sepse përjetësisht ju të cënua dhe ju shkatru dinjiteti. Ju ati, po ju dëmtu shumë rënda të afërmve të ti. Prandaj kur nuk duhet ta ngatërojmë ndjekjen penale dhe për ndjekjen për t'ia cënuar dikujt dinjitetin. Praktika tregon se qindra raste njerëz kanë dalë të pafajshëm për lloj-lloj veprash, në tregut të procedurës penale është edhe parim kushtetues. Prandaj, po edhe nëse provuat fajësia e tij, kapet gjyku për ato që ka bon. Po mos e poshtra në tek e fundit nëse ka shku në motel në aspektin penal, bashkë kur gjon, nëse nuk lidhet me ndonjë vepër tjetër. E nëse lidhet, merr provat për të lidhet. Po ju më do të bëni një informim minimal. U kap gjyqtarin motel në filan dhumën. Çka tjetër? Jo kur gjon, mi po tjerat nuk i tregojmë. Atëherë mos tërgas për këto që ke kap motel. Kap, e kemi arrestuar me kaq. Përndryshe, në veprat e tilla, në veprimet e tilla, prokuria nuk duhet ta ketë përkrahje morale, ne nuk i masë përkrahje në forma të jashtë pengojmë sepse nuk jemi kërkushi, po në aspektin moral, nëse don me ngrit besimin tek forcimi i sigurisë juridike, kape krye punën, mos bë spektakle, ke kush të ngap me krye punën, edhe kape provat. Faktet, mirë po jo mi dhon prioritet cënimit të dinjitetit dhe poshtrimit. Këtë bëj jo vetëm për hir të gjyqtarit, por për hir të secilit të pandehur, qoftë në ndërshtash pejësia të cilën i ka do drejta që nuk gëzon mjaft se nuk kërkosh. E në rastin konkret dje gjyqtarët dhe familjes tij kanë cënuar dhe kanë shkatruar. Prandaj ky është qëllimi pse e bona këtë video. Qofshi me shëndet dhe begati ku të qeni.